Pa diskutim ka mënyrë politik për disa arsye, por arsyeja kryesore është shpopulimi i vendit tim. Para disa ditësh kam qenë në Malsinë e Krujës, një nga zonat më të shpopulluara të Shqipërisë, 48% e Malsisë është shpopulluar. Ne kemi parë që 15% e Durrësit ka ikur. Një shifër që vjen për Nigrën është 27% e fshatit Nigrë është shpopulluar. Para disa ditësh kam qenë në Vrion dhe pa shumë mirë rrugën se si i dërgonin për banesën e fundit xhenazën. Vetëm për ta marrë një krah sepse nuk kishte rrugë për makina. I çoni fëmijët në fushkruj me makina, kush nuk ka makina i çon në fugon. Dhe kjo është fatale. Minimalisht ne duhet të shërbejmë njerëzve me shkollë, me qendra shëndetësore dhe me rrugë. Fakti që ne nuk ja japim këto shërbime, po i themi shqiptarëve ikni. Prandaj është shumë e rëndësishme dhe ajo që kemi kërkuar profesor doktor Sali Berishës është e para. Ngritja një komisioni hetimor parlamentar për vënien para përgjegjësisë dhe dënimin e autorëve të shpopullimit të Shqipërisë. Dhe e dyta, ne kemi propozuar doktor Berishës, unë kam pasur fatin ta shkruaj atë program, rialtësimin e shqiptarëve. E para për ne është bashkimi i familjes shqiptare. Në rast se ne do bashkojmë familjen e Niglës, të rast sigurisht që fshati i Niglës apo zonat tjera që e përkojnë këtë vend, do të prosperojnë vetë. Si bashkohet familja shqiptare? Ne kemi propozuar krijimin e Ministrisë Familjes, si një ministri kujdestare, e cila do të shërbej për të implementuar gjithë këto politika. Pra për neve kryesorja është familja. Prandaj është koha që të bashkohemi dhe të themi edhe socialistëve që mos e ushqeni krokodilin me shpresën që do lojë fundit. Prandaj bashkohemi me datë 11 maj që të fitojmë jo vetëm për Niglën, por për gjithë Shqipërinë. E kanë stigmatizuar zonën dhe thonë që janë duart e krimit. Po në rast se ti mbyll shkollën, atëherë do hapet i furt. Nuk janë këto duart e krimit. Janë taksapaguesit më të mëdhenj qeverisë shqiptare. Gjeni një rrugë tjetër në Shqipëri që ka kaq biznese dhe duar larg mobilerive. Ne planohemi me Niglën pa diskutim. Dhe jeni njerëzit më të mrekullueshëm të kësaj zone. Pa diskutim është drejtën tuaj për me votu këtë doni, por keni parasysh që në rast se ky për një mandat katër, Shqipëria do zhbëhet. Në vitin 2040, sipas Instatit, ne shkojmë 800.000 banor. 800.000 banor kemi qenë kona në Zog.